Show. Ku? Ka dole. Shiku së ndërruar mirë mroma, i vje pak marrë shpendit. Nuk ka TikTok. Ajo? Vise që të ka mirë nga si këtë dosh më harë, me hi, mullë aty. Falënderoj shumë për shoh që ma ndryshe se në TikTok pak dhe në na. Por në ullë aty që vjadni që shfa ka rike, shfa ka uqe. Shpend të hiri me një sonë të është një super këngëtar, po nuk ja ka një për shoncën. Ullë. Falënderoj shumë. Qysh je? Mirë, falënderoj. Qysh pëndijesh? Shumë mirë. Miq të dashur, Shpendi është një këngëtar shumë i mirë, një zor shumë të mirë. Pak si me zër ka vendos me hime kënu, pak ja ka njap një faqë shly në shoqënia, shpreh talentin ton TikTok. Darsma po si të na, ka i hera përdi dikush nuk ka kraje, dikush ka kraje. E ki pa që këtu në Valamalla na ju japim të në hapsin. Po. Pas pari falënderoj për juve që ma keni dhënë shansën me ardhur këtu. Edhe ju jepni shumë hapësira trive, sidomos ata që kanë talenta edhe ki një vend shumë të mirë që mund me shpreh talentin, ata që dojnë edhe ju jep shumë hapësirë. Falënderoj shumë për teje. Edhe çështo që është një ma shumë pak a shumë ka shty me hi në këtë tregën e muzikës, në darsma e kështu me radhë. Po, a përshini që shumica, kur do shprohen ose nuk e marrin shumë seriozisht e kanë kapacitetin e zonit, nashta dikush që është shumë ma i dop me zo, i jep shtytje vetvetes me ushtrim me sen arrin. Është gjëna me huk këtë talent. Na jetojna me një kohë që nuk i përkrahin shumë kolegët nuk i përkrahin shumë tjerë, tri sidomos që janë nisin me këndu. Mirë po me talentin që bën nëse e shpreh dikon,
mundet me ecë për para, mirë po edhe njerë për ceki, falenderit për juve që jepni shumicën e rasteve dhe të ri që kanë talent me shprej talentin e vetë, gjithashtu edhe një falenderim special që kam prej meje për ty që na dhe rastin me kongë këtu edhe me të njohë si Valoni gjithashtu. Vala mala. Njohim si Shpend Tahiri. Na kallëzo pak ma shumë për veten. Je leje rrit Prishtinë, di? Ma tepër? Unë jam Shpend Tahiri, le rrit në Prishtinë me muzikë, mirëm që sa ko, mirë po tregova që nuk e kemi shprej nga dishmërin mja nisë me këndu, mirë po nuk është edhe shumë që ja kemi nisë me këndu. Këndojmë në përdarsma, ahengje familjare ndryshme. Jem lind Prishtinë, jetojmë Prishtinë, jam babi 2 fëmijëve. Mashallah, mashallah. Falenderoj shumë, kam grunë edhe 2 fëmijë, edhe i përshëndet shumë. Edhe jetoj dhe veproj në Prishtinë. Shpend, muzikën popullore, dhe më thonë, darsmat e këto, veç ke arrit, nështë ta ki pas zërë një darsëm, se darsmat ta ka pru darsmën tjetër. Po. Reklama ma e mira për një këngëtar nuk është emisioni e këto, na mujme të jap një shansë, po reklama ma mira është zoni jëtë në një darsëm. Se nështë ta për një darsëm, si pëlqen njerëzve tjerë, tirin darsma tjera, se djetë ka ndodhë dhe ty kjo. Unë ato e kom arritë ma shumë edhe vlerësoj ato shumë që për shembull nëse kanë qenë një darsëm 2-3, unë e performancën e kom jep maksimumin që me konë performanca shumë e mirë, edhe prej aty, prej një darsme 2-3, më kanë dalë 2 tjera, kështë darsma kanë zirë, për ndryshe edhe pëse s'kom pas emër, nuk kom emër ku me ditë sa, të dasmor, sidomos që me mftu në për darsma, ka arë shansa me knu na i darsëm, ka dëgju dikush, unë kur shkoj në darsëm, njina shumë i privilegjum që ma besojnë darsman. Ta kanë besua, vërtet. Si të ma besojnë darsman, unë njina i privilegjum edhe na jep po maksimumin, mas pare më janë dresht natën dasmorit, me qenë gjithë shka në regull, me koni bashkëpunueshëm me restoranin, me zotin e darsmët që me shku gjithë shka mirë, edhe gjithashtu si të performojnë a mirë, dalë mirë, intereson tjertë, edhe kjo na kanë nxjerrë për shembull darsma, e kanë nxjerrë darsmën edhe jemi shumë të kënaqur me ata. Sa ma shumë që folim na e prishim, po mendoj sepse njerëz dojnë me pa ku shkoka këta. Po. Po nisi me diçka me kënu, bendin e ki këtu një mroma bendit, ju përshëndesim. Bendi që shuhet? Na bendin, hala nuk i kemi dhonë emër, po kështu njemi si Shpendi and Band. Shpendi and Band? Po. Ani ta shohim na shta deri në fund të emisionit që ngjes një emër. Që na ngjeti një emër, na gjithçysh e pranojna edhe ndihem të privilegjuar me na ngjit Valonin një emër të grupit patjetër. Okej, do të shkojmë një herë me një balad. Po, faleminderit. Kur ishe me mua, s'kisha unë mërzi, zemra që të deshti për një herë thy. A dashnia jem, se ma dheve zemrën tem. A dashnia jem, te unë prape a je mërziti mu me mba, atë merë mali ty për mu, se moj zemër ke harru. Atë merë mali ty për mu,
dashnia jem, pse ma theve zemrën tem. A dashnia jem, te unë prape kini vem. Am ke harruam donala, a je mërsiti mu me më mba. Atë merë mali ti për mu, pse moj zemrën ke harru. Atë merë mali ti për mu, e kush të voli kesh për mu. Am ke harruam donala, a je mërziti mu me mba. Atë merë mali ti për mu, pse moj zemrën ke harru. Atë merë mali ti për mu, e kush të voli kesh për mu. Am ke harruam don hala, a je mërsiti mu me mba. Atë merë mali ty për mu, e pse moj zemrën ke harru. Atë merë mali ty për mu, e kush të voli kesh për mu. Shtan, faleminderit. Kjo ishte një balad quhet Amdonala, po. Po, balada quhet Amdonala. Edhe unë ta pashë në YouTube që kështë qitë, nuk është që ka dheza e nështë që dhe kanalin se kitë për krane kështu. Kje zgjedhje jemi, a i thash që ta du me e kënu, po live. Po. Na kemi këndu live me bendin edhe ka qenë zgjedhja jutje edhe une besoj në zgjedhje tonë dhe se edhe une qatë balade dhe kom temën ma të preferumën për krejtve. Na nuk e kena diskutu këta ma herët, vetëm se ti kur e ke ndëgjua dhe ke thonë këta po du ma kënu në emision edhe e ke zgjedh ato që edhe mu më pëlqen, po... Dhe me thonë, pas na vesh për muzikë, për dik na është mirë. Ti shumët i ki vesh për muzike për këtë, je shumët i kështë që na nuk dyshoj në ato kështë. Me vak ma ka ngrej mësu si veshin, po, dhe qysh tu ma ngrej shpesh edhe më kamet këtu pak ma tepër me... E besoj këta që ti ki vesh për muzike dhe më ti jenë këtë regë. E na i të regonem në te bendit? Po. Sintashi më është Feston Dumani. Në saksofon dhe violin është Bushi, Ismail Bityqi. Kurse në sin tjetër është Jon Aliu, e cilën i përshëndes të tret. Faleminderit shumë për tyne. Faleminderit, nuk dashtën edhe këta, tha na vesh muzikë, ta mos na merr neve intervistë për gjë. Edhe shpendi ka thonë s'du me folë sot shumë, du me kënu ma shumë. Unë si këngëtar i ri, kisha pas shef ma shumë me kënu, mi të regu që qysh kënej, qa bëj, qysh e interpretoj baladat, muzikat popullore, sidomos defa në shotë oriental, qka do qoftë, qysh i bojnë ana si grup edhe sa ma pak me folë, ma shumë punë, ma mirë. Okej, atër edhe i balade ki, ma ndë shkojmë me potpuri. Po. Okej? Gjithë shka është live, meq. Gjithë shka është live. Herë moj zemër ti s'më dhumu as një fjallë, le të prishët po ta si unë s'kem me qëtë më djallë. As një herë moj zemër ti s'më dhet mua me qëtim, baby e o shpirë për ty do t'jetë shumë e vështirë. Nuk daroj as një herë, nuk të lë deri sa der. Shpirtin tim ti do t'jesh, por më dhanë moj zemër do e vëresh. Nuk daroj as një herë, nuk të lë deri sa der. Shpirtin tim ti do t'jesh,
por më vonë moj zemër do e vëresh. Asniherë moj zemër ti s'më thu mu as t'i fjall, le të prishën bota si u s'ke me gjithë më djall. Asniherë moj zemër ti s'më flet mua me t'mirë, veç dije o shpirë për ty do t'jetë shumë e vështirë. Nuk t'arroj asniherë, nuk të lë deri sa t'esh. Shpirtin tim ti do t'jesh, por më vonë moj zemër do e vëresh. Nuk t'arroj asniherë, nuk të lë deri sa t'esh. Shpirtin tim ti do t'jesh, por më vonë moj zemër do e vëresh. Nuk t'arroj asniherë, nuk të lë deri sa t'esh. Shpirtin tim ti do t'jesh, por më vonë moj zemër do e vëresh. Nuk t'arroj asniherë, nuk të lë deri sa t'esh. Shpirtin tim ti do t'jesh, por më vonë moj zemër do e vëresh. Shumë balade bukur, u bon dy balada. Faleminderit shumë, po. Kjo është e jotja personale apo? Jo, kjo është balade ndëgjueshme, unë e kam dëgju në YouTube që kanë këndu shumë këngëtar këtë balad, edhe mu më pëlqen shumë kjo balad edhe kom zgjedh që kjo balad me qenë sonte këto në mesin tonë me këndu në live. Sa ki këngë tuja dhe tash që i ki prodhu tuja për shembull? Këngët mia, dikon i kam një 8-9 i kam këngët mia, edhe i kam dikon një, vetëm një është pa videoklip, të gjitha janë me videoklipe, edhe një këngë tjetër që e kam është ritmike, kam bo klipin në Paris e kam bo ato. Në Paris? Po. Për shef? Jemi shku për shef edhe kemi pregadit pak, kemi pregadit ma herët një 2 muaj këngën edhe e kemi përformu atje klipin në mënyrë ma të mirë. Shumica në kohën thonë bëzor është me prodhu klipe, po kushton shtrajt e dikush pi bën veç me shoka, me shoshni. Mi u dal ma lirë se problem klipi mu prodhu. Po klipi sa është ma i thjesht, unë mendoj, që klipi sa është ma i thjesht, do këtë ma bukur, me rëndësi është konga mirë, po mos me dal konga prej klipit ashtu abdin kontrast me qenë. Mirë po mendoj që do të me qenë klipi paka shumë sa mu pa kush e këndon, qysh e këndon, edhe klipi normal që do të me qenë i mirë, po jo shumë i angazhum, i blokum klipi. Dhe sa ju ishit duke bo prova, unë edhe hina pak live TikTok, mi u kalëzu që shka napret javën tjetër si emision, edhe kish njerë që të njefshin për TikTokut, të thëshin a shpendi TikTokut që se ka kënu shpeshen. TikTok kom hy live, dikon një vjet e gjys 2 kom hy live, edhe ja kom pa vetëm hajren, ja kom pa TikTokit po. Çdo natë? Çdo natë nashta 5 herë në javë kom hy, 4 herë, 5 herë, 6 kom hy live në TikTok, tu bo muzikë. Mirë po vetëm hajrin që e kom pa, ka pas përfitimet TikTokit që kanë gjuhë dhurata, gifta kështu. Mirë po një ma shumë jem hiqe me tregu talentin tem, edhe normal prej asajna ka dalë edhe darsma. Ke fitu darsma dhe më thonë edhe prej TikTokut? Po, edhe darsma, edhe ne ja kom fitu prej TikTokit, po qka është mas me rëndësie që e vlerësojnë e kom fitu shoqni shumë të madhe prej TikTokit. Edhe shoqni kom fitu shumë, edhe darsma, edhe krejt, edhe kom pas shumë lavdata sa i përket këndimit, edhe kritika s'kom pas. Ka i thojnë rjetë social, është rjetë shoqnor. Më thonë aty është shoqnor njerës pa u pa hiq,
Po, e vërtet është. Ndoshta si në pa kur ndihen qatë shokë mirë që herën e parë kur takohen si me pas 10 vjetë. Po live-i çkepët, nëse për shembull unë hi live edhe hi me këndull çkepët live, i pëlqej dikujna ja çon shokut, shoqës, ndëgjë sa mirë këndon, ai e çkep, rrin aty dikur nëse për shembull i intereson dikujt me pas një këngëtar darsëm ose ahengje familjare ndryshme, mundet me cek që për shembull e kompani këngëtar në TikTok, edhe në TikTok temin mundet me pa kushdo që është. Si në TikTok, si në Facebook, si në Instagram e kam Shpend Tahiri. Shpend Tahiri, po. Edhe mundet me hi aty krejt ka lidhje vetëm me muzikë. Rrjetet sociale kam Instagram. Rrjetet sociale veç për me reklamu punën tonë. Veç punën tem, unë e reklamoj aty, asgjë tjetër. Edhe TikTok-i më ka pru shumë shoqni, më ka pru darsma, më ka pru. Kështu që unë e vlerësoj TikTok-in si biznes shumë i mirë, edhe e vlerësoj TikTok-in. Shpend dojmë të pa tash me një potpori kështu për darsma qysh. Bukur, me këndu. Po. Cilat kongë ke zgjedh? A letmetet befasi? I kom zgjedh disa kongë bashkë me grupin të cilët na i performojna edhe ndarsma, mirë po letë mbetet në skenë. Shkojmë në skenë, Shpend Tahiri and band. Shpend është zog, Havoja band në shta. Fluturoj me Shpendin. E kujtoj me malë, gjenjë në agi, a do t'kem t'i valë, lule për shafi. Si zonë manije, trupin si selvi, syrin si arrege, buza si qërëshi. A i mirë dhe flako ma halitim, trenda filu më lo me ves, në këta to bagim, putjan tënde po e pres, prerin tim nuk e biklim, do të shkrijen dashuri, e jatë pres me padurim, të jetojmë sa jemi tri. E kujtoj me malë, gjenjë në agi, a do t'kem t'i valë, lule për shafi. Si zonë manije, trupin si selvi, synin si arrege, buza si qërëshi. Hajmi dhe flako ma halitim, trenda filu më lume ves, në këta to bagi, putja tënde po e pres, prerin tim nuk e pikrim, do të shkrijen dashuri, e jatë pres me padurim, po të jetojmë sa jemi tri.
du rrugë dhe as du lit, o veç që du një djallë të mirë. As du rrugë dhe as du lit, o veç që du një djallë të mirë. E ti ke linë për që, po nale, ti ke linë për që. E për pares tani, no nale, për pares tani. E ti ke linë për që, po nale, ti ke linë për që. Për pares tani, no nale, për pares tani. Asha E ti ke linë për që, po nale, ti ke linë për që. Për pares tani, no nale, për pares tani. E ti ke linë për që, po nale, ti ke linë për që. Për pares tani, no nale, për pares tani. E po malun synin jana, bash nga Tirana. Hajde bashku trina, jam djall nga Prishtina. E po malun synin jana, bash nga Tirana. Hajde bashku trina, jam djall nga Prishtina. E po malun synin jana, bash nga Tirana. E hajde E po malun synin jana, bash nga Tirana. Hajde bashku trina, jam djall nga Prishtina. E po malun synin jana, bash nga Tirana. Hajde bashku trina, jam djall nga Prishtina. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e gjakovës. One me ma të kujtoj, oj gani me te. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e Kosovës. Gani me t'moj krenaria jo. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e gjakovës. One me ma të kujtoj, oj gani me te. Jo, jo, s'kam dek, kushja e Kosovës. Gani me t'moj krenaria jo. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e gjakovës. One me ma të kujtoj, oj gani me te. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e Kosovës. Gani me t'moj krenaria jo. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e gjakovës. One me ma të kujtoj, oj gani me te. Jo, jo, s'kam dek, lull kushja e Kosovës. Gani me t'moj krenaria jo. Jasha
vës Ganimet moj krenaria jo Atmosferë këtu në Valamala me Shpendin dhe bendin e tij, muzikë dorsmave, faleminderit, mirë ka deri tash, po në fund po presim atë prinë e fundit që ka zakonisht i du ose turbo folk, ose i du me defa kështu që të shkunin. Pa tjetër që kena mi bo dhe ato edhe na qashtojna si popull që kena qef këtë muzikë se na gjak në dhejt pak edhe si të njimi këtë muzikë edhe vetë më sme dasht na këcen kraj. Po ba, ke pa supi, tak? Qyshina dhe naj si të njimi këtë muzikë vish banë Sa më ashtu, kem të lidhen nej, si më konë të lidhen me pa e qallë. Për forcu se i thojnë, tash se na me të vjetë unë pa e qallë. Për na vje keq. Shpend, sa ki çmimin e dashmes? Për çmim, okej. Na çmimi nuk e kena ashtu fikse, na e kena një çmim fikse, po nuk sa i përket grupit ton, mas më rëndësi është që neve nëse na zgjedh dikush na me qenë ndarësmën e tyne ose ahengjet familjare të cilat ata i kanë, është më rëndësi që na njën privilegjum që na zgjedhin ata mas në çmimin ja tregojnë. Çmimi është dytësor, a? Çmimi është dytësor për neve se na e kena primar me qenë korrekt me ta, mos me hyp çmimin shumë se qysh e di që i kanë do çmimet të larta, mirë po do të me shku si pas standartit. Ku i thu çmimin nalt? 10.000, 8.000, 6.000? Po prej 5.000 të nalt. 5.000 të nalt, dhe me thonë ju e keni nër 5.000. Na e kena ma poshtë, e kena po është puna që nuk e këshyrëm edhe me të njofshëm, del për shembull një shok edhe më thot e ka ky shok jam darsmën, a mund është për hatër të ma lirë. A dhe kështojna na të lidh që na lidh shoqënia edhe për hatër dikujna na mundëm gjithçysh me lonë edhe ma lirë, po me rëndësi është që na me bo darsa sa ma shumë me tregu që na në për darsa. Mdoket që një 2.000, që shi ka bo mohabet për mdoket që ashtu, a? Se pas ke ma shumë, se presin tash 5.000 thojnë ka. A? Qa? Ditë ma? Shumë ofër je. Shumë ofër. Okej, pa përsësh 2.000 koka, nuk koka shumë. Kështu që na nuk i këshyrëm këtu sa në çmimet e na përpare e bojna krejt, ta kuptohet. Mirë po, jo mi të na saj përket çmimet jo me rrit shumë një shumë standarde që e kena këtu në Kosovë edhe më varet për shembull kush është tek është, për kën është, kush e ka qu, edhe për neve është mas me rëndësie me dalë mirë, bukur edhe me qenë të kënaqur në fund të gjithë. Unë të falenderoj sonë të thash, nuk du me të marrë në pyetje shumë ma tepër kime folë me zonin tonë dhe muzikën tonë, se sa me mu suksesën të ardhmen, kur të bosh i madhë mës në harra. Thiri në herë për mësë më thuj, valla jam i në zonën e përshkaj atje, përshkaj këto atje. Prej tash e ki besën që nuk do t'a kthej asnjëherë shpinën sa i përket muzikës, kur më thirr diçka unë gjithmonë kena më mundu me bo ata mas shumë të që ty të pëlqen, edhe ty të përshtatet, edhe gjithmonë ku më të përgjith, sepse kjo është një shtyrje e madhe për mu nëse vine me Sjen Tondin edhe përformoj live me grupin, edhe jemi në intervistë me të madhin Valjan Maloku, Vala Mala Show që është që sa vite këtë. Baba. Ku kam? Baba. S'kena shka, është shka. Pak hajgore, është gjithë shka live mish. Unë e falenderoj Shpendin, do të aftoj që të shkon në skenë atje me bendin, bendi kallën e sonte, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Rrini me emisionet tona prap, vazhdojmë. Faleminderit shumë. Ayşe, haydi dalim başıma Ayşe. Ayşe, haydi dalim başıma Ayşe. O meçhu kadına başıma Ayşe. O ti zemrën iknaçema Ayşe. Ayşe belir me kolan, gavënu frimën madan. Ayşe belir me kolan, gavënu frimën madan. O me dimi e lek me mar, por po thut ma msysh po t'mar. O me dimi e lek me mar, e por po thut ma msysh po t'mar.
Kryzi bushka e që vajaldia, sot ka gzim, jo s'grave në vërzia. Das ma e madhe son të ja ka nise, pas kanar mi që pare fise, e për hajt mop, o ty o zot i shpise. E das ma e madhe son të ja ka nise, pas kanar mi që pare fise, e për hajt mop, o ty o zoja shpise. Ljum hetna bani mashallah, nusja dhalri boj kunor, zemra nanës mal me mor. Ljum o trashet ka ma i miri vla, qafshi bash për jetë mot, e ju gëzot ti ma halivor. Oj lulije, oj lokumi me vara, lokumi me vara. Sa ka qika nazma, ti e ma e para, ti e ma e para. Oj lulije, oj lokumi me vara, lokumi me sa ka qika nazma, ti e ma e para, o ti e ma e para. Oj lulije, oj lokumi me vara, lokumi me vara. Sa ka qika në Kosovë, o ti e ma e para, o ti e ma e para. O kur e pashojnan, atë vajden të shkolla, atë vajden të shkolla. Jalla unë e morajnan, ja të shkëndranova, ja të shkëndranova. Luturoj dal dyshja Ramazane, luturoj dal dyshja Ramazane. Moj lulije me belin tamane, moj lulije me belin tamane. Aman aman yola şer yola, të desha të morra. Aman aman yola şer yola, të desha të morra. Luturoj dal dyshja Ramazane, luturoj dal dyshja
ma një dha shërë jolla të deshta të morë. Show.